Ndërkombëtarët një zëri i bën thirrje politikës shqiptare që të mos pengojë drejtësi në çështjet e zyrtarëve të lartë. E para që reagoi para se të niste seanca plenare, ku votoi imuniteti i ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ishte ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, e cila i bën të thirrje parlamentit që imuniteti nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënien. Ambasada britanike thekson rëndësinë e ruajtjes së sundimit të ligjit dhe pavarësisë gjyqësore dhe një progresin e Shqipërisë në reformën gjyqësore që nga viti 2016 përfshir krimin e SPAK. Ndërsa imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike, ai nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit. Ambasada e Gjermanisë priti rezultatin e seancës për t'i rikujtuar politikës shqiptare që ndjekja penale e korrupsionit në rangun e lartë është kusht për integrimin. Gjermania mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Kushti i domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që ta garantojë këtë proces. E treta në radhën e reagimeve ishte ambasada holandeze, e cila kishte të njëjtin apel si dhe britanike dhe gjermanët. Komisioni Evropian në një reagim për A2CNN e nënvizoi faktin që lufta kundër korrupsionit është thelbësore për integrimin. Angazhimi ndaj shtetit të së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit janë të një rëndësie thelbësore për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Sigurimi i një mjedisi të përshtatshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkombëtarëve ju përgjigj vetë Edi Rama që një postim në rrjetet sociale pasi shumica dhe ai vetë votuan kundër kërkesës së prokurorisë së posaçme. U shpreh se nuk ka asnjë ndryshim qëndrimi nga ana e Partisë Socialiste, si për reformën e drejtësi, ashtu edhe për luftën ndaj korrupsionit dhe se objektivi primar mbetet integrimi. Shumica qeverisëse bëri sot pas një diskutim atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë jo për arrestin pa gjyq të një deputeti si kjo kërkesa e sotme, po për të filluar apo jo hetimet, nuk është askund si kalimi pas një lloj kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz, i bazuar në norma kushtetuese e ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca, as dyrë të mbyllura për prokurorin. Përfitoj nga rasti të theksoj se reforma në drejtësi nuk kthehet mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket dhe mbështetja për SPAK mbetet e palëkundur. Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet të vazhdojë, i patrazuar as nga pengimi, as nga yshtja e SPAK-ut prej faktorësh jashtë kufive të pushtetit të pavarur gjyqësor. Në reagimin e tij, shefi i mazhorancës qeverisëse nuk la pa ironizuar opozitën, duke i cilësuar si shoqata e molotovarëve të Tiranës, të cilët sipas tij tani kanë nisur të flasin edhe në emër të Gjermanisë. Pas vendimit të pritshëm